Gram Greni Sipërmarrës dhe kërkon të jetë kandidat i pavarur në Tiranë. Në fillim, kur unë fillova të pyesë të gjithë, më thanë që është stomatolog. Po ti jo, kështë e thënë. Jo. Por diçka merresh me punë të dhëmbëve këto, që janë njerëz të Italisë që rregullojnë dhëmbët tua, nuk e di. Ndihmon. Unë jam... Dëgjova. Po, unë jam Sipërmarrës. Sipërmarrës, po. Po, tash kjo puna e dhëmbëve... E kanë thënë me qëllim thua? Jo, absolutisht është e drejtë. Po kjo puna e dhëmbëve nuk është kaq e thjeshtë një dhëmbë ose një dhëmballë. Domethënë, sot që ne flasim, u merr me turizëm dentar, e kam lançuar për të parë në 2009-ën, dhe sot është një industri që vlen diku tek 150-200 milion euro në vit për vendin. Dhe vite shumë të huaj që i rregullojnë këtu. Mbi të gjitha të huaj. Domethënë, kur themi 200 milion euro, janë 200 milion euro, nuk janë gogla. Tani ne do flasim sot... Që si bëj unë gjitha, do më thonë është shtrinë gjithë vendin. Jo, sigurisht që nuk i bën gjitha, po bën shumë punë, kam dëgjuar. Bile, nga që bën shumë punë dhe duhet të jesh njeri i kamur, të sulmojnë dhe shumë me sa kam vëre unë. Thonë, ka bërë këshu, ka bërë kështu. Unë jam... Me sa vurare, se hapa këto unë? Unë jam i lumtur që punoj dhe bëj atë që dua, dhe për të marrë s'ka marrë asgjë, e kam fituar me djerës. Tani për të marrë, ne nuk e di me kupton, por nuk kemi thirrë për këtë punë. Edhe po ke marrë mi ke bërë, se këtu rëmbime ka të gjithë vendin, po... Jo, unë s'kam rëmby asgjë, faleminderit. Jo, tani, ti i e shpallur, je kandidat i pavarur për Bashkimin e Tiranës, o zotëri. Do të them dhe një gjë që në fillim mund që të mos duket si... Po nuk kam ndonjë kompleks për këtë gjë, domethënë, biles... Jo, përderisa ti je shpallur, ti nuk e ke kompleks. Biles është përgjegjësi shumë e madhe. Por gojë tani se në një popull që ulemi në për kafene, ulemi ku do të thashete me bejnë. Eshtë i futur nga pjesë e Veliut, më thanë mua. Arion Velias. Nuk është e vërteta, nuk njifesh me këta. Jo, unë njife me Arion Velia, njife me Arion Velia, unë njife me shumë njerëz e politikanë këtë vend, njife me djath, njife me njem. Ajo njem, ajo që duhet, nuk është një turp të njohësh Arion Velia. Jo, në asnjë mënyrë. Ylli, të themi një gjë të lutem, para çfarë ditësh, më qelloi që në Facebook më doli një postimi Arion Veliajt me Dbirin, që kishte ditëlindjen. Dhe tani burri që është burrë edhe që ka një pjesë humaniteti shkon dhe një koment ja bën dhe unë ja bëra një koment, po e di çfarë pash? Të gjithë edhe 100 djalë dhe kaq. Mirë bërë, të gjithë... Ajo që dua të them është një gjë tjetër, që aty ishin të gjithë, përveç atyre me cilët ai ka dhënë dhe ka marrë, pra ka patur interesa bashkë. Dhe kjo e tregon, domethënë, pak a shumë se si është kjo botë, si është ndërtuar e si kishte krijuar ai marrëdhëniet me ata njerëz që sot sigurisht e kanë braktisur. Domethënë, unë me Arionin Veliajn kam patur patjetër e kam njohur, por nuk kam pasur asnjë lloj marrëdhënie që mund të më bëj pis në kuptimin e plot fjalës. Domethënë, çdo gjë që un kam bërë, gjithë udhëtimi im ka qenë... Qartë, se do të jemi për ti të na shpjegosh qysh si pse të hypi kjo ide, si të erdhi dhe ç'mendon se fiton dhe ç'do ti bësh këtij qyteti, më shumë se ç'i ish bërë. Do të pyes unë ty. Tani, nderuar shikues, se harova unë tani se njeriu edhe haron pjesën e dytë do kemi se janë bërë zgjedhjet në Kosovë, në fakt përgjysmë kanë mbetur se ka balotazh, do të ketë balotazh gjatë Nikoll. Ndërkohë, kemi dhe Donald Trump i tha kjo është ere parë për 3 vjetësh që ai ka bashkuar Gazën me Izraelin, ka pushuar luftat, kështu thot ai tani. Ai ka thot që ka pushuar shumë lufta, edhe Armeninë me Shqipërinë me Azerbajxhan me Shqipërinë, gjithë ka thënë shumë, një 7 lufta i ka pushuar. 8. Tani këte ka të fundit dhe ndoshta ka pushuar vërtet dhe po e pushoj, bravo i qoftë. Do të kemi në ftuar në panel 2 ekspertë të kësaj fushë dhe 2 që do të qëndrojnë nga kolegët që unë kam këtu. Tani fillojmë. Zgjedhjet në Tiranë, siç e tham, janë për momentin të pezulluara, por gjithsesi kandidatët vijojnë fushatën për të qenë të përgatitur. Çfarë mendoni për 3 kandidatët që kemi deri tani? Arlin Qori, Gerta Manësiliu dhe Florian Bina i fillon Fariu me zotin Nikoll, sepse 2 kolegët e tjerë unë edhe i kam pyetur. Apo jo, kemi bërë... Po? A do mendimin tim? Jepe Nikoll mendimin? Zoti Rakipi,
E para, si që duket drejt tani fushata në Tiranë, Partia Demokratike ose ka bindje që humb Tiranën, ose nuk do ta fitojë Tiranën. Megjithatë, thuar që nuk do ta fitojë Tiranën është pak e rëndë, po mënyra se si po punon PD-ja dhe gjetja e mënyrës se një kandidatit pavarur që është njëri i nderuar, aktor i nderuar, por unë kam qenë dhe jam partizan se duhet patjetër një kandidat i mirëfillt politik nga PD-ja, një nga figurat, sipas meje, gjithnjë unë jap mendimin tim, një nga 3 figurat që ka PD-ja, për shembull Jorita Tabaku, deputete po që duhet bindur, ose Ilir Ali Mehmeti, ose Klevis Balliu, jo se është Fariu këtu, por e kam bindjen që është njëri që është sprovuar në betejë dhe ka dhënë për Partinë Demokratike një figurë e re, e pastër, pra duhet një figurë krejtësisht politike për mua. Dhe mënyra se si kanë vepruar, si po vepron PD-ja dhe partitë e late, të krijon idenë se ato duan t'ia lënë në fund, se zgjedhjet besoj do jenë nga mesi i dhjetorit, më sa dëgjova duke ardhur Blendi Klosin, që tha në një intervistë diku ishte mos gabon, që tha pak a shumë ne jemi përgatitur nga mesi i dhjetorit që të ketë zgjedhje dhe Krishtlindit do ta gjejnë Tiranën me një kryetar të ri. Pra, me sa duket, edhe 31 tetori që është vendimi i gjykatës kushtetuese zoti Rakipi, me aq sa kuptohet mes rreshtave të deklaratave, do të argëzojnë kërkesën e Elon Veliet dhe menjëherë besoj që presidenti i Republikës do shpallë zgjedhjet në Tiranë që i takojnë sipas Blendi Klosit gjithnjë tash, nga mesi i dhjetorit. Por vim te kandidati. Edhe një herë mënyra se si është gjetur. Do me thënë, nuk do ta kemi këtë vit të ri, do ta kemi me kryetar. Do ta kemi, besoj më sa Është një fat i madh. Do kemi kryetar, kupton? besoj që kryetare me sa shumë kuptoj. Ta. Por duke përfunduar që të mos bëj debat me zotin Fari, sepse kam Se s'ka ta... po edhe një herë insistoj që një nga këto 3 figura absolutisht për mua do ishte kandidati më i mirë për opozitën. Pastaj, a fitonte, as fitonte është një çështje tjetër, po duhet një kandidat Si dhe theti Tabakun, Ali Jorita Mehmeti Tabaku, që duhet dhe bindur, Klevisin. Ilir Ali Mehmeti dhe Klevis Balliu. Por në fakt përkëje nga të tre këta se... Për t'ishte për të Tre kryetar nuk për ka. të zgjedhur, jo, thash një nga 3. Ti tani je një njeri që kupton mirë, ke qenë në politikë sa kohë, ke qenë... Se ti s'me në 3 kandidat, 3 kryetar tani. Me leta, tani unë thash 3 nga 3 i zgjedh PD-ja, nuk i zgjedh unë. Po mendimi im ishte për shkak Ilir Ali Mehmeti ishte kandidati më i mirë. Po pse është më i mirë? Me qenë se... Është më urtë kështu e. Dro, ta marrë fjalin. Si nxënësit që kanë qenë të urtë. Ylli, do dëgjosh apo do futesh tash? Po të ishim në Tani unë po shkollë. të them, mendimi im është që një nga këto 3 kandidat, fakti që nuk e zgjodhe një nga 3 kandidatë, që ishte për mua, sipas meje, kandidatë me O, potencial. zotri, kandidati Ali Mehmeti dhe kandidatja Tabaku nuk pranuan. Po nuk pranuan, po duhet Partia Demokratike të kishte bindur leadershipi për këtë punë. Qenë në parti nuk do thosë se s'do pranosh për diçka.